Prokuroria pranë gjykatës së shkallës së parë të jurisdiksionit të përgjithshëm në Tiranë ka përfunduar hetimet dhe ka dërguar për gjykim dosjen penale ndaj ish-drejtoreshës së Agjencisë Shtetërore të Kadastrës në Tiranë, Elira Goga, si dhe ndërtuesit SHB, të dy të akuzuar për një sër shkeljesh që lidhen me ndërtime të palishme dhe dëmtim të interesit publik. Sipas njoftimit të prokurorisë, hetimet e nisura pas një sër kallëzimesh zbuluan se në rrugën e Bogdanëve në Tiranë është ndërtuar një sipërfaqe prej 2240 m2 në kundërshtim me leje ndërtimore dhe me ndryshim destinacioni. Kjo sipërfaqe nuk ishte përfshirë në dokumentacionin ligjor dhe nuk ishte deklaruar për efekt taksash, duke i shkaktuar shtetit një dëm financiar prej gati 25 milion lekësh nga mos pagimi taksës së ndërtimit në infrastrukturë. Nga hetimi rezulton se Gogo në kohën kur drejtonte ASHK-n e Tiranës ka hartuar dhe firmosur dokumente zyrtare pa kryer matjet e nevojshme në terren. Ajo ka raportuar një sipërfaqe shtesë prej vetëm 80.5 m2, duke ulur artificialisht vlerën e detyrimit tatimor. Përmes këtij falsifikimi, ndërtuesi ka përfituar në mënyrë të padrejtë legalizimin e një ndërtese shumë të madhe se ajo e deklaruar duke shmangur taksat dhe dëmtuar interesin publik. Ajo akuzohet se ka ndërtuar në shkelje të lejes ndërtimore me qëllim përfitimi, duke u përpjekur të legalizojë në mënyrë të palishme sipërfaqen e ndërtuar në bashkëpunim me zyrtar të institucioneve shtetërore. Çështja tashmë është kaluar gjykatës, ndërsa të dy të pandeurit pritet të përgjigjen për akuzat përkatëse në seancën gjyqësore që do të zhvillohet në ditët në vijim.